Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga diabeti, pini një gotë nga kjo në mëngjes dhe do i thoni lam të mirë. Ulja e nivelit të sheqerit në mëngjes mund të shkaktojë marramendje, rënje të fikti dhe konfuzion. Ky problem mjekësor shfaqet kryesisht tek njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti, por mund të ndodhë edhe për shkaqe të tjera. Çfarë e shkakton uljen e nivelit të sheqerit në gjak në mëngjes? Kur njerëzit kalojnë shumë orë pa ngrënë, niveli i sheqerit në gjak bie. Kur kjo ndodh edhe gjatë natës, njerëzit nuk çohen dot të ushqehen apo të pinë lëngje. Megjithatë, gjatë natës trupi juaj parandalon një rënje drastike të sheqerit, duke qenë se mëlçia juaj ka gjithmonë një sasi të caktuar të ruajtur të sheqerit. Niveli normal i sheqerit për një diabetik është mes 70 deri në 130 mg për decilitër. Kur sheqeri bie nën 70 mg për decilitër, njerëzit mund të përjetojnë disa simptoma siç janë djersitje dhe dritje të trupit, mungesë koordinimi, ankth, irritim, plogështi, dhimbje koke, marramendje, rrahje të larta të zemrës. Mirëpo cilat janë shkaqet që çojnë në uljen e nivelit të sheqerit në gjak në mëngjes? Përdorimi afatgjatë i medikamenteve kundër diabetit, konsumimi i alkoolit, sëmundjet kronike të veshkave, çrregullimet hormonale, diarre dhe të villa, regjim ushqimor me pak karbohidrate. Në raste të rralla ky problem shfaqet si pasojë e sëmundjeve të këqija. Trajtimi. Nëse ndiheni të uritur, atëherë duhet që ju të konsumoni një ushqim të pastër me glukozë, siç janë petullat dhe frutat. Ne ju këshillojmë se lëngjet e frutave janë gjithashtu të rekomandueshme. Njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti duhet të konsultohen tek mjeku për një ndryshim potencial të barnave. Parandalimi. Simptomat e uljes së nivelit të sheqerit si pasojë e mungesës së ushqimit mund të parandalohen duke ngrënë diçka të shpejtë përpara gjumit, duke u ushqyer me produkte të pasura me fibër, të cilat ngadalsojnë edhe përthithjen e glukozës, duke ngrënë vakte të shpeshta dhe të vogla ushqimesh gjatë ditës. Nëse rregullimet në stilin tuaj të jetesës ose në regjimin tuaj ushqimor nuk ndikojnë në përmirësimin e situatës, atëherë ju duhet që të kërkoni ndihmë të menjëhershme mjekësore. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju njohim edhe me vlerat e lëngut të karrotave në kurimin e diabetit. Diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe në mënyrën e jetesës. Shumë prej ushqimeve që mund të konsumoni në një ditë për diabetikët janë të ndaluara. Këto futet buka, sheqeri, prodhimet e brumit, madje edhe disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre mund të kthehen në një kurrë të vërtetë. Këto futen karrotat, sipas ekspertëve, ato ndihmojnë në trajtimin e diabetit dhe më konkretisht lëngu i tyre. Në lidhje me diabetin, karrotat përmbajnë beta-karoten, vitamin A, antioksidant, fibra dhe njësër nutrientësh. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre shëndetësore, duke filluar nga flokët dhe deri tek lëkura. Një karrotë mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët thonë se vitamina B6 dhe B kanë një rol shumë të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet me shfaqjen e sheqerit në gjak dhe të diabetit të tipit 2. Vitamina A nga ana tjetër është shumë e rëndësishme edhe për kontrollin e sheqerit në gjak, duke e balancuar atë për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti.
Fibra është gjithashtu e rëndësishme edhe për të ulur dhe parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet që ta pini lëngun e karrotës? Megjithëse ka një shije të ëmbël, mundet që ta konsumoni atë pa rrezik edhe në qoftë se vuani nga diabeti. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë të mos të konsumoni këtë lëng çdo ditë pasi ka nivele të mëdha karotenoidësh, të cilët mund të ndikojnë në pigmentimin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës ju mundet që ta pini menjëherë siç është, ta shtoni tek sallata, ndërsa me mbetjet nga shtrydhja mund që të bëni një kek. Receta e duhur për diabetin: të konsumosh pije të ëmbla kur ju jeni me diabet duket si diçka tepër e vështirë, por kjo që ne do t'ju sugjerojmë në këtë video është një pije tërësisht e sigurt. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 800 gram karrota dhe gjithashtu 200 gram mollë të kuqe, 20 ml lëng limoni, 20 gram ginger. Gjithashtu duhet të keni parasysh se t'i prisni të gjitha në copëza të vogla dhe më pas t'i shtrydhni ato duke i ruajtur të mbyllura në frigorifer ose ta konsumoni dhe menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët përtej diabetit do t'ju ndihmojë që ju të aktivizoni sistemin tuaj tretës, të rregulloni presionin e gjakut dhe gjithashtu ju forcon shikimin. Diabeti është një sëmundje kronike ku niveli i sheqerit në gjak rritet. Përveç terapisë me ilaçe, një dietë diabetike rekomandohet nga mjekët dhe nga nutricionistët. Por çfarë përmban kjo? Cilat janë ushqimet e rekomanduara dhe ato të cilat duhen shmangur? Në përgjithësi, dieta më e mirë për të ndjekur në rastin e diabetit është zgjidhja e disa ushqimeve bimore të cilat mund të rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak, të shoqëruara me aktivitet fizik i cili është gjithmonë mjaft i rëndësishëm. Arra: në përgjithësi, arrat janë një zgjidhje shumë e mirë. Çdo lloj arre përmban një sasi të mirë të yndyrave të shëndetshme dhe këto yndyra njihen për të përmirësuar edhe kontrollin e sheqerit në gjak. Çaji: çaji është plot me antioksidant dhe shumica e mjekëve këshillojnë çaj në baza natyrore ditore, jeshil ose të zi, përsa kohë është rreptësisht pa sheqer të shtuar. Patate ëmbël: ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate e cila ka mjaft përfitime shëndetësore, siç ne e njohim si patatja e ëmbël. Gjithashtu mund të konsumoni spinaq. Spinaqi është i shëndetshëm, por për diabetikët është akoma edhe më i dobishëm. Zarzavatet me gjethe jeshile janë një nga ushqimet më të mira dhe më të rekomanduara për diabetikët dhe spinaqi është më i mirë se sallata. Gjithashtu ju mund të konsumoni mollë. Molla është një nga gjërat më të mira për të luftuar diabetin, ulë rreziqet e sëmundjeve të zemrës, kolesterolin e lartë dhe mban nivelin e insulinës nën kontroll. Farat e linit: 3 nga komponentët për të luftuar diabetin janë të paketuara te farat e linit, yndyra të shëndetshme, fibra dhe njëkohësisht proteina. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!